44, në fund të 44 ishim të lirë. Sepse në fund të fundit erdhën italianët në një 4 vjet sa ndonjën aty, po më shumë lanë se sa morën. Ndërsa këta po ngrën dhe hirin e vatrës. Këta nuk pas ka, domethënë, të tillë nuk ka bërvaki në historinë e njerëzimit. Megjithatë shqiptarët nuk ndihen. Shqiptarët janë rehat dhe të rinj, s'kemi çu themi, ne detyrën tonë kemi bërë. Avokat, kishit besim pak ditë më parë kur më folët për një nëntor të tretë që mund të ndodhte. Nuk ndodhi nëntori tretë sepse ne jemi të tradhtuar dhe të mashtruar. Pse them kështu? Jemi të mashtruar sepse ka dalë një person nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shqiptaro-amerikan, i arratisur nga Shqipëria me urdhër dhe me orientimin, me detyrën e marrë nga shërbimi, nga sigurimi i shtetit për të vajtur në Amerikë, dhe erdhi tani, është ai person që ka deklaruar dhe ka thënë që ka vënë Sali Berishën në pushtet, është ai person që ka një vit e ca që po tallet me shqiptarët dhe u thot që ashtu ëndra diell, do mirë një prona, do mirë një hotelet, do mirë një restorante. Ka që vështirë është që ajo që ju keni thënë prej shumë kohë që ne zhvillojmë bisedat bashkë që do shta mund të vinë një goditje jo nga brenda, po të vinë edhe nga jashtë, ndërkohë që kryeministri është i qetë, kryetari i opozitës është i qetë, të gjithë janë, ata që janë parlament janë të qetë, vetëm populli është i parlament. Pse më detyron të zjem me ty tani që të rrat do të jemi këtu? Gabova me terma. Gabova, opozitën ku e ke, ku është? Kush është opozitë? Gabova me termat, por ju e pat avokat. Më pra fjalën në opozitë. Thuaj, gjysma e Partisë Punës është në luftë me gjysmën tjetër për krotha, për brashnja, për llokba, dhe nuk është për të bërë Shqipërinë dhe për të rregulluar vendin. Madje, pse e them? Me lejoni vetëm diçka që ai sta pak ditë më parë një kafe e Salianit me disa prej më të votuarve të PD-s, shkaktoi irritim madh tek pjesa tjetër që ju thoni për dhokmat. Po pa tjetër se hajnë për karriket si qëndë. Prandaj u asolla për karriket hajnë. Dhe Saliani, që vate bëri flokët e u bë djali bukur tani, ishte ai Saliani që vajti në ndërtesën në selin e PD-s me shkop bejsbolli dhe theu xhama e vun herkura e vun çfarë s'bën, ai Saliani ishte. Dhe Saliani dhe cili do Saliani, si e ka mbiemrin ai, nuk kanë që bëjnë plaku Dogsboru, sepse plaku Dogsboru është i cimentuar nga banditët që ka rreth rrotull, me flamur nokre, me i nxori për jashta, ju e pa që i nxori për jashta ata që janë kundër. Patjetër. Por është partia punës e komunistët të falin. Nuk të lënë ata që të dalësh ti në krye. Kanë vënë etiketën demokrat, por nuk janë demokrat, janë komunistë të thellë, më të egër se komunistët, më të pa shpirt, më hajdut, më kriminal, një lloj si ata. E gjitha kjo bashk, pra nuk e bëri dot të mundur nëntorin e tretë. Pra, nëntorin e tretë e premtoi dikush tjetër. Nëntorin e tretë e përdori ai shqiptaro-amerikani i Saukut. Ai që doli ka 3 vjet që thot do bëjmë Shqipërinë, do bashkoj Shqipërinë, do bëjmë Shqipërinë etnike, etj. Në një kohë që deri tani ka mashtruar, ka gënjur dhe më larg se në datën 27 i çoi një diskoteka, e quan vetë edhe kryeministër tani, ka dhe kura e quan vetë kryeministër, tamam Don Kishot. Ai është njëri që fluturo kanajër, pas ka vërtet deficienca mendore, siç po thon shqiptarët e Australisë që më kanë dëgjuar. Keni humbur besimin? Tek ai? Në tërësi që diçka mund ndryshojë, keni akoma besim? Sepse në shpresoj tek FBI-ja, FBI-ja, jo BK-ja, FBI-ja. Dhe shpresoj tek Departamenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, të cilët e kanë kuptuar më së fundi se çfarë po bëhet në Shqipëri. Të cilët e morën vesh tani që ky aventurieri Saukut, ky
gënjente dhe thoshte jam dërguar nga Amerika, se nga cila Amerikë nuk e di, sa në njerë kush e dërgoi, kë përfaqësonte, çfarë programi kishte, di vetëm që dele dhe flet atje dhe paturpsisht pardje të vi turp plakut këtij papagallit Saukut, korbit Saukut, të vi turp që doli i nxori njerëzit të Skënderbeu dhe i la atje e i rrahu policia. More ti zotëri, ti mor që do më ripje mua në këmë që do më rjetë keqen mua ti. Ti, a që pasip që në kësa i lej njëzit atje dhe kërcit e ike, jam bathe, të shpëtoj i kishe mbushur breket plot,